ti bën një zgjidhje teknike të gjithë shkaje që ty do të ndodhin ato 3 orë. Që ti në ato 3 orë t'japësh maksimumin tënd. 4 orë përpara, the ti. Tani 4 orë përpara çfarë është? Ti provon zërin, ngro zërin, vokalicat. Po ajo është sa hap syt në mëngjes, atë as e diskutoj. Po ai 4 orë është që fiziku është çuar për të filluar veprën. Pra nëse ti do bësh një karme, çfarë patjetër. Në gjatë 3 muajve të përgatitjes dhe natyrisht netët e premierës. Atëherë, po ta bëjmë detajim shkon gjatë, por ajo vendosja teknike në vokal dhe në fizik dhe në emocion të kërkon procesin e saj. Ne kemi një raport, e themi, duhet një 80 orësh që ti ta kesh të japi atë sigurinë. Domethënë në një 80 orë punë për një vepër. 80 orë, po sepse vokali nuk mund ta vësh ti 8 orë të këndoj. Është e pamundur. E qartë. Është e pamundur. Kështu që ti bën një si të thuash një ndarje dhe bën në kohë zgjatje. Edhe ajo gjëja duhet vendosur, si ajo shtresa e pëlhurës kur ti fillon që e merr e vendos, për shembull kur bën një qilim. Dhe tezja, si quhet? Po, në tezja. Ose një telajo pikture të bardhë dhe fillon dhe fillon, ajo është të kërkon një punë që është stres në gjithçka. Dhe nuk flitet enda të gjën, po, e vërtet. Ende të kërkon qetësinë e vet, kërkon konsolidimin e saj, kërkon. Dhe kjo është për çdo notë. Kjo është atë që njerëzit e dëgjojnë aq të thjesht një frazë të kaluar, ti atë frazë ke ndar gërm për gërm. Dhe publiku nuk e kupton që ti atë në procesin tënd e ke ndar gërm më gërm. Dhe me gjithçka që shkruan kompozitore, sepse ne kemi dhe një gjë që duhet jemi sa më korrekt, është ligj. Është ligj, është i pashkruar dhe është thjesht jetuar i tillë. Kompozitori për të treguar atë çka vërtet ka shkruar gjithçka. Ndodh që shkruan edhe regjin në shumicën e rasteve, për shembull, në vepra vetë kompozitori është, si të thuash,